Nasser Al-Khelaifi bëri gjithçka pranverën e kaluar për të bindur Kylian Mbappé që të qëndronte te Paris Saint-Germain. Sipas zërave pranë klubit, presidenti i Paris Saint-Germain i ofroi yllit francez një pak prej 50 milionë eurosh në sezon dhe një bonus për 100 milionë eurosh vetëm për firmën. Gjithsesi, Mbappé nuk pranoi asnjë kompromis, po ishte vendosur të bashkohej me Real Madridin, klubin e ëndrave, edhe pse kjo çështje ka shkaktuar një betejë ligjore që ende vijon. Ironia e futbollit është se Paris Saint-Germain po përjeton sezonin më të suksesshëm në Europë, pikërisht pas largimit të Mbappé. Trajneri Luis Enrique ka riformatuar ekipin duke dhënë më shumë hapësirë Ousmane Dembélé, i cili është shndruar në një qendër sulmues vërtetar, me 25 gola vetëm në 4 muajt e parë të vitit 2025. Ky skenar sjell ndërmend rastin e Zlatan Ibrahimovic, i cili në vitin 2009 la Interin për Barcelonën në përpjekje për të fituar Championsin. Por ndërkohë që ai dështoi në Spanjë, Inter i përforcuar me Samuel Eto'o në vend të tij, arriti të fitonte tripletën historike në vitin 2010. Ndryshe nga Ibrahimovic, zgjedhja e Mbappé mund të jetë një investim afatgjat, por ngjashmëritë janë të pashmangshme. Futbollistët largohen për lavdi, ndërkohë që ish ekipet e tyre luzojnë më njëherë pas ikjes së tyre.